Ka një përpjekje tjetër për të rifilluar seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë, po lidhemi tani drejt për drejt. Rregulloria kërkon që fjala procedurë duhet të jetë strikt për procedurë, sepse përndryshe s'ka kuptim. Ju keni folur si e keni menduar dhe nuk jeni ndërprerë. Dhe i kemi dëgjuar të gjithë diskutimet për procedurë. Pas çdo pike, përsëri mund ta merrni fjalën procedurë. Jemi te pika 3, do dëgjojmë ministrin, ja kam dhënë fjalën dhe ju lutem, mund të rifillojmë për procedurë me fjalën e zonjës Tabaku, nëse doni, si bashkëkryetare e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian dhe kushdo tjetër që e kërkon fjalën për procedurë. Por seanca nuk mund të prishet. Jemi te pika 3, e ka marrë fjalën ministri i jashtëm mbi informimin e konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian në kuadër procesit negociatave të antarësimit. Ju lutem mos e prishni seancën. Pse? Për procedurë në mes të fjalës, po s'mund të merret procedurë. Pas fjalës po. Do ta merrni, patjetër. Të gjithë ata që kanë kërkuar të flasin procedurë pas çdo pike, jo në mes të pikës. Praktikisht jeni në mes të fjalës së ministrit, pavarësisht se nuk e keni lënë të fillojë. Fjalën për procedurë fillova ta jap, folën disa, e prishët ju, e ndërpret zut foltoren, nuk lejuat që të vazhdoj më tej. Tani jemi te pika 3, përsëri merreni fjalën procedurë. Zoti Balliu, nuk e vendosni ju. Jo. Urdhro? Mos përdor folje edhe fjalë jo parlamentare. Lutem. Se unë s'të kam akuzuar dhe nuk të kam folur ndonjë në atë fjalor. Ju lutem mos e prishni seancën. Dëgjoni fjalën e ministrit dhe merreni fjalën në procedurë të gjithë. Gjithë lista e regjistruar procedurë do ta marr fjalën pasi të përfundoj ministri, sepse jemi në mes të fjalës ministrit. Nuk ka asnjë pikë në rregullore që parashikon ndërprerjen e fjalës së dhënë për procedurë. Për procedurë, po, e regjistruar, po. Po, mund t'ja u lexoj dhe listën e regjistruar, por që të shkojmë te lista duhet të na lini të vijojmë me seancën. Rregulloria bie nëse ju zini foltoren, vërtisni dhe nuk lejoni kolegët. Kjo është shkelje e rregullores. Kjo quhet shkelje e rregullores. Zotinoka, mos thuaj gjëra që nuk i beson as vet. Mos ma ngarkoni mua skenarin tuaj për të prishur seancën. Ju lutem, nuk dua t'ju paragjykoj fare, por po prishni seancën. Sipas rregullores, po. Sipas rregullores, kolegët duhet të dëgjohen, nuk mund t'ju ndërpritet fjala. Sipas rregullores, foltorja nuk bllokohet. Nuk bllokohet foltorja sipas rregullores. Interpretimi i rregullores nuk bëhet duke bërtitur dhe duke u ngritur te foltorja. Interpretimi i rregullores bëhet nga kryetari i Kuvendit. Dhe rregulloria tregon vetë se si kontestohet. Uluni, ju lutem.
Merret fjalë për procedurë kur e do, kur të duash ti, sipas radhës, po. Sipas radhës. Po kur të arrim te procedura, se tani jemi në mes të fjalës ministrit. I kam dhënë fjalën ministrit. I kam dhënë fjalën ministrit të jashtëm. Po të doni ja u lexoj dhe listën që të qetësoheni. Do flisni të gjithë sipas listës, siç keni folur gjithmonë. Asnjëherë nuk ju është mohuar e drejta për të folur. Sipas nenit 64 të rregullores, ju tërheq vëmendjen zoti Balliu për përdorimin e fjalorit jo parlamentar dhe ofendues. Unë asnjëherë. Për të gjithë. Uluni, ju lutem. Ju lutem lironi foltore se po shkelni rënd rregulloren. Në mënyrë të vazhdueshme po shkelni rregulloren. Si t'ja jap fjalën, foltore është e bllokuar. Deri tani do kishte folur ministri dhe gjysma e listës së diskutantëve për procedurë. Thjesht po e bllokoni, dhe nuk e kuptoj pse. Që të zbatoj rregulloren, duhet që t'ju kujtoj juve se kur ka një debat për interpretimin e rregullores, fjala interpretimi që i bën kryetari i kuvendit, thot rregulloria, nuk vjen në diskutim, sepse është e pamundur që ne të ndërtojmë një rendite duke bërtitur, edhe me imponim. Nuk mund të imponoheni për një rendite, edhe për një seancë. Seanca drejtohet nga kryetari i kuvendit. Lironi foltoren. Lironi foltoren. Lironi foltoren. Ju kërkoni prishjen e seancës. Është e qartë. Kaq, se rregulloria nuk e parashikon këtë situatë. Rregulloria nuk ju jep të drejtë të prishni seancën dhe të zini foltoren. Kjo nuk është rregullore. Kjo nuk është e rregullt. Nuk është e bazuar rregullore. Nuk u nje rregulloria të drejtën të prishni seancën dhe fjalën e kolegëve. Një orë pushim.